Në një kohë kur qeveria është fokusuar në politika për mbrojtjen e mjedisit dhe ndjeshmëria e shoqërisë është më e lartë se çdo herë, Komisioni Parlamentar i Ligjeve shtyu miratimin e projektligjit të Ministrisë së Energjisë, që mundësonte ndërtimin e një termocentrali në zonën e Ishkënetës së Maliqit përmes shfrytëzimit të tokës bujqësore. Antarët socialistë dhe demokrat vlerësuan se ky projekt ka impakt negativ në mjedis dhe kërkuan kohë për të studiuar më qartë ndryshimet. Studimi që është bërë, që ka sjellë gjithë efekte, a është i shoqëruar dhe nëse është i shoqëruar me pasojat ose efektet e tjera që krijohen dhe këto gjithashtu, ti kemi në dispozicion në mundësi që të kemi të bëjmë një gjykim të plotë. Ja di pse? Sepse ju mund na thoni shumë mirë që shiko zotrinj, ju thjesht ta kaloni tokën keni nga kjo në këtë, pastaj jemi ne mbrapa që vendosim. Jo, kemi dhe ne një raport ne jemi implikuar që nga ky moment. Është pyetur komuniteti, aty janë rreth 20 e sa mijë banor. Përfshirë dioksidi karboni, përfshirë torfa, me aq njohuri sa kam unë, e ka ndotjen shumë më të lartë se shumë se qymyri. Nisma e Ministrisë së Energjisë parashikonte ndryshimin e statusit të një sipërfaqe prej 288 hektarësh në Ishkënetën e Maliqit në Korçë nga tokë bujqësore në zonë minerare. Bazuar në studimet gjeologjike dhe minerare, është përcaktuar se zona e Ishkënetës së Maliqit përmban sasi të konsiderueshme torfash, materiale këto shumë të përshtatshme për djegjen e impiante të prodhimit të energjisë elektrike. Për shfrytëzimin e torfave në zonën e Ishkënetës së Maliqit, në Ministrinë e Energjisë dhe Industrisë kanë mbërritur disa kërkesa nga subjekte të ndryshme që kërkojnë të ndërtojnë një termocentral që prodhon energji për ngrohje serash dhe për ngrohje në qytetin e Korçës. Vlera totale e investimit është parashikuar të arrijë në 170 milion euro.